Assalamu alaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbih. Falëndërimi takon Allahut, bekimet, lavdrimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në një hadith edhe lutjen që themi në natën e Kadrit. Ka treguar nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu anha, e cila është bashkëshorte e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo ka treguar se e ka pyetur Profetin sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, ara'aytu idha alimtu ayya laylatin laylatul qadri فما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي. Ajo e pyeti profetin: o i dërguar e Allahut, nëse unë arrit të mësoj se cila është data e Kadrit, çfarë lutje të them? Pra çfarë lutje të them gjatë kësaj date? Profeti sallallahu alaihi wasallam i u përgjigj: thuaj, o Allah, ti je falës, ti je do faljen, prandaj më fal. Këtë hadith e shënon Tirmidhiu në sunenin e tij. Po e them edhe një herë lutjen në arabisht, edhe po bëj dhe përkthimin e saj në mënyrë që ta fiksoj mirë. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, ti je do faljen, prandaj më fal mua. Data e Kadrit është një datë e madhe, datë e mirë, datë me vlerë të madhe. Allahu i lartësuar bekon njerëzit me mirësi në këtë datë. Allahu subhanahu wa taala pranon lutjet. Prandaj dhe nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu anha e ka pyetur profetin për lutjen e datës Kadrit, për lutjen që ta thoshte në datën e Kadrit, pasi ajo është një datë e madhe, datë e mirë, datë në të cilën Allahu i lartësuar i pranon lutjet. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i mësoi asaj këtë lutje. Nëna besimtarve Aisha radhiyallahu anha ishte shumë e interesuar për të mësuar rreth natës së Kadrit, pasi kuptohet që ajo angazhohej me ibadet në natën e Kadrit. Përpiqej të arrinte natën e Kadrit dhe të bënte ibadet, të adhuronte Allahun në këtë natë dhe t'i lutej Allahut të lartësuar në këtë natë për të arritur mirësinë e saj. Dhe i tillë duhet të jetë besimtari, të tilla duhet të jenë besimtaret, të kushtojnë vëmendje kësaj nate, të interesohen për të, që të arrijnë natën e Kadrit, të adhurojnë Allahun në të dhe të arrijnë mirësitë e mëdha të Allahut subhanahu wa taala në këtë natë të bekuar. Shokët e profetit e pyesin profetin sallallahu alaihi wasallam për çështjet e fesë. Kur kishin ndonjë paqartësi, ata i kërkonin shpjegim profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne duhet pyesim për çështjet e fesë ata që kanë dituri rreth Kuranit dhe rreth sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra që e njohin mirë dijen që solli i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i gjithësisë. Lutja që profeti sallallahu alaihi wasallam i mësoi Aishës radhiyallahu anha është një lutje me vlerë të madhe. Pasi profeti ka këshilluar për ta thënë në natën e Kadrit, një natë në të cilën shpresohet shumë që Allahu i lartësuar ta pranojë lutjen. Kështu që kjo është një lutje e dej që ta pranojë Allahu subhanahu wa taala. Ta mësojmë këtë lutje, ta themi shpesh, sidomos në këto ditë të bekuara, sidomos në ditët teke, sidomos në natën e 27, se ka shpresë të madhe, ka mundësi të madhe që Allahu i lartësuar ta pranoj atë.
Besimtari bën mirë të zgjedh lutjet e transmetuara nga profeti në mënyrë të saktë për t'u drejtuar Allahut të lartësuar. Pasi ato janë lutjet më të mira, ato janë lutje me kuptim përfshirës. Allahu i lartësuar ja ka mundësuar profetit të tij që të thoshte lutje me pak fjalë, por që ka një kuptim shumë të gjerë. Siç është kjo lutje, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, ti e do faljen, prandaj më fal. Dhe duhet kemi parasysh që format e lutjeve të profetit i themi ashtu siç kanë ardhur, pa hequr diçka dhe pa shtuar ndonjë fjalë. Po kështu dhe format e dhikrit që janë transmetuar nga profeti, duhet që t'i themi siç sillen në hadithet e sakta, pa heqgjall, pa bë ndryshime, pa bë shtesa, sepse këto janë sjell nga profeti Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, në lutjen që po e shpjegoj, që është lutja e natës Kadrit, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Disa njerëz shtojnë dhe fjalën Allahumma innaka afuwwun kerimun, o Allah ti je falës dhe bujar. Realisht, El Kerim është një nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar. Dhe mund të përmendet në ndonjë lutje tjetër, në ndonjë vend tjetër, por në lutje në fjalë nuk e ka përmendur profeti. Prandaj ne duhet që ta bëjmë lutjen siç e ka bërë profeti, pa shtuar gjë. Themi Allah, domethënë sipas transmetimit të saktë, nuk përmendet kjo fjalë, fjala pra Kerim, po thuhet Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kjo lutje ka një kuptim përfshirës. Në qoftë se na pranohet kjo lutje, arrim të mirët e dynjos dhe të botës tjetër. Pra i arrim të mirët e këtë botë dhe arrim të jemi banorë të xhenetit në botën tjetër. Dhe nga ana tjetër, shpëtojmë nga të këqijat në këtë botë, se të këqijat vinë si pasojë e gjunaheve në këtë botë. Shpëtojmë gjithashtu edhe nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Me këtë lutje ne i lutemi Zotit për falje. Nëse Allahu e fal robin, e shpëton nga dënimet e këtë botë, e ruan nga të këqijat, e ruan nga smundjet, e ruan nga situatat e rënda e tjera. Dhe ja jep mirësit në vazhdimsi. Gjithashtu në ahiret, nëse Zoti e fal robin, e shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe e bën banor të xhenetit. Kështu që me këtë lutje, nëse na pranohet, arrim të mirët e dynjos dhe shpëtojmë nga të këqijat në këtë botë. Shpëtojmë nga zjarri i xhehenemit në ahiret dhe e fitojmë xhenetin. Allahu subhanahu wa taala është falës. Dhe ai do faljen. Ai do që njerëzit të falin. Dhe ai vetë do që të falë njerëzit. Prandaj ne jemi falës. Ne ta falim njëri tjetrin. Që ta falë Allahu i lartësuar. Se Allahu është falës dhe ai e do faljen. Kush fal, ato e fal Allahu. Siç përmendet në hadith, ighfir yughfar lak. Fal të të falë Allahu. Mëshiro të të mëshiroj Allahu. Irham turham, thot profeti në një hadith, mëshiro që dhe ty të të mëshiroj Allahu i lartësuar. Sidomos në fundin e këtij muaji të bekuar. Ti falim njerëzit. Nëse dikush të ka bërë një padrejtësi, të ka bërë një të keqe, nëse s'ka ndonjë pasojë po ta falësh, nëse s'ka ndonjë dëm, nëse nuk do ta marr faljen për dobësi që bëhet edhe më i keq se ç'është, atëherë fale. Bën mirë ta falësh. E nëse falja do të merret si dobësi nga keqbërësi, dhe kjo do ta shtyjë që të vazhdojë në keqbërje dhe të bëhet më keq, atëherë duhet të falë, sepse në këtë rast falja nuk është vendin e duhur. Po përderisa nuk ka ndonjë pasojë, s'ka ndonjë problem, bëj mirë të falim njerëzit. Ka njerëz që janë zemruar me njëri tjetrin për shkak të një fjale, për shkak të një mosmarrëveshje banale që nuk ka ndonjë, për shkak të një sjellje të gabuar. Sidomos kur është brenda një familje, ka njerëz që kanë zonë, që kanë probleme brenda familjes. Ka çifte që kanë probleme me njëri tjetrin.
Ka prindër që kanë probleme me fëmijët, fëmijë që kanë probleme me prindërit, që nuk shkojnë mirë me njëri tjetrin. Ka njerëz që nuk shkojnë me fisin, ndërkohë që kjo është ka gjëra të mëdha mos me shkuar me njerëz në fisin. Pra është momenti që të falim njëri tjetrin, që ta fal Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto çështje tregojnë dhe vlerat e Islamit, meritat e Islamit. Çështjet kështu gërshëtohen në Islam. Imani është i bashklidhur me besimin. Besimi është pjesë e imanit dhe e plotson besimin sipas haditheve të profetit. Sjellja e mirë, mirëbërja është e lidhur me adhurimet. Për shembull, zakati është një formë mirëbërje ndaj njerëzve. Me dhënë zakat njeriu plotson të drejtën e krijesave të Zotit. Agjërimi është i lidhur me moralin e bukur. Agjërimi kultivon durimin. Agjërimi bën që njeriu të ruajë gojën, të ruhet nga gjunahet, të ruhet nga veprat e këqija. Namazi ndalon njeriu nga veset e huta dhe nga punët e këqija. Pra vërejmë që adhurimet në Islam janë të lidhura me moralin, janë të lidhura me sjelljen e mirë. Edhe lutjet. Të këtë lutje, profeti sallallahu alaihi wasallam ka nxitur dhe për falje, sepse kush fal arrin dashurinë e Allahut, Allahu e do faljen. Po si do ta mësonte nëna besimtarëve natën e Kadrit? Dhe kjo është një çështje që përmendet në hadith dhe që ka nevojë për shpjegim. Ajo mund të mësonte natën e Kadrit, sepse data e Kadrit me mundësi më të madhe është data 27, por nuk është e sigurt në mënyrë absolute. Sepse ka pak mundësi që të jetë data 21 ose 23 ose 25 ose 29, pra njëra nga netët teket të 10 netëve të fundit Ramazanit. Dhe kush dëshiron që të arrijë me siguri, duhet bëjë ibadet në të 10 netët e fundit të Ramazanit. I kushtoj rëndësi më shumë datës 27, se ajo ka mundësi më të madhe, por nuk përjashtohet mundësia dhe në netët e tjera teke. Atëherë si do ta mësonte nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha se cila është data e Kadrit? Me njërë nga këto dy mënyra, ose me ndonjë ëndër të mirë, ose inspirim nga Allahu subhanahu wa taala, pra frymëzim. Elus Allahu subhanahu wa taala na mundsoj që të arrijmë datën e Kadrit. Elus Allahu që t'i pranojë lutjet tona. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.